Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj që kjo ditë të jetë shumë e bukur për ju, që të realizoni atë që ju e mendoni dhe për të cilën keni punuar dhe punoni vazhdimisht. Janë drejtuar fëmijëve në këto prak festash, me moton kur qesh një fëmijë e gjithë bota qesh. Në një nismë që ka të bëjë me dhurimin për fëmijët. Është iniciuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Luigi Kurakuqi. Ata janë drejtuar moshës 0-5 vjeç të institucionit të shtëpisë së fëmijës, për të dhuruar një pjesë të madhe të dashurisë së tyre dhe të përkujdesjes për to. Natyrisht është një nismë që rrëmben shumë dëshira që përfshin student dhe pedagog të universitetit, por që ka edhe një histori nga një vit më herët dhe që siç duket po kthehet në traditë në këtë fakultet. Do të flasim sot natyrisht për atë çfarë ndjen dikush që dhuron dhe për më tepër kujt ja dhuron. Unë sot në studio jam me një grup studentësh të këtij fakulteti, Ardit Gila, Sara Marku dhe Klea Vujoshi. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio. Natyrisht janë këto ditë me të cilët ju krahas procesit akademik, po merreni edhe me këtë nizmë, jo pa intensitet, apo jo, si po I përcaktoni pikërisht këto ditë, janë ditë të fundit që finalizohen edhe nismat tuaja. E vërtet, duke qenë se është edhe fund viti, ne si Fakulteti I Drejtësisë kemi marrë një nisëm për të dhuruar sadopak dashuri dhe disa gjëra që kanë vlera simbolike më tepër për ne, për fëmijët, për shtëpinë e fëmijëve, nxjerrën deri në 5 vjeç, që besoj që do I gëzoj gjatë këtij fundviti për këto festa dhe besoj që është një nisëm që duhet të marrin të gjithë, edhe pse ne jemi pra të parët, por shpresoj që të jenë edhe të tjerë pas nesh. Diçka e bukur, ju vetë sini përfshirë, sepse duhet të ndjesh diçka. Apo jo? Atëherë nisma jon erdhi si thirrje e brendshme ndaj këtyre fëmijëve, sepse siç e dim fundviti vjen me drita festive dhe me të ngërësinë e familjes, ku fatkeqësisht këto fëmijë nuk e kanë. Dhe ne si studentë morëm këtë iniciativë që t'i kushtonim pak kohë dhe filluam të mbledhnim disa dhurata, por faktikisht ishin të ndërgjegjshëm se këto fëmijë duan vetëm atë ndjesinë e sigurisë, e ngrohtësisë dhe të dashurisë, dhe qëllimi ynë ishte t'ja kontribonim dhe t'ja dedikonim këtë kohë, edhe pse vendosëm gjithashtu që çdo kush të kontribonte me dhurata ose nevojat e tyre bazike. Ne sot në orën 10 e kemi vendosur që të shkojmë dhe t'i vizitojmë, t'ja kushtojmë gjithë atë dashurinë që ato meritojnë dhe gjithë ato ngrohtësinë që ato meritojnë. Dhe sigurisht në këtë prak festiv me atë sa kemi mundësi, t'i lëmë të kuptojmë që ato nuk janë vetëm dhe nuk janë ndryshe. Përpos ligjeve dhe konventeve ndërkombëtare që ne I mësojmë në auditoret tona, ne shohim në sytë e tyre që ligji nuk është vetëm nene, por është fiks ajo që mësojmë për të mbrojtur dinjitetin njerëzor këtyre fëmijëve, që fatkeqësisht nuk janë të mbrojtur nga ajo mbrojtja prindërore siç e kemi gjithë secili prej nesh. E shoh që besoj e keni ndjerë brenda vetes pikërisht atë fokusin tuaj të kësaj qasje. Keni një ndjesi që natyrisht edhe si profesionist të arshëm që do të merreni me ligjin, me mbrojtjen e njerëzve, me zbatimin më të drejtë, mund t'ju shërbej edhe në ndjeshmërinë tuaj ndaj kësaj kategorie, apo jo? Po, sepse ne vlerësojmë që nuk është vetëm përgjegjësi e shtetit apo e familjes, por është edhe përgjegjësi e shoqërisë për të kontribuar në forma dhe mënyrat e mundshme, në sidomos në aspekte ose për
për grupe kategorisht që janë, nëse mund t'i quajmë në nevojë ose për grupet e ngjashme, dhe pikërisht në këtë këndvështrim ne vlerësojmë shumë parime, ndër tjera dhe interesin më të lartë të fëmijës, që ne vlerësojmë si konsiderat parsorë, dhe duke qenë në këtë edhe si student e Fakultetit Drejtësisë që gjithmonë mundohemi të sjellim modele të mira për veten, por edhe për të tjerët, kemi marrë këtë iniciativë që sidomos tash në fund vit kontribuojmë në atë mënyrën tonë me disa dhurime librash kryesisht, por edhe mjete të tjera për fëmijët e vegjël, pra të moshës 0 deri në 5 vjeç. Pra që duke qenë se edhe jemi në fund vit, edhe ato të kenë një hapësirë ndryshe, ose një atmosferë ndryshe, një gëzim më të veçantë, apo edhe lumturitë e cila do të bëjë ndoshta diferencën nga një jetë e përditshme, nga përditshmëria e tyre më saktë. Për sa e përket për pjesën e profesionit tonë të ardhshëm, unë them që një jurist i mirë nuk është ai që njeh ose kupton ligjin, por ai që është empatik dhe i ndjeshëm ndaj personave që kanë nevojë, edhe bëhet zëri i tyre i drejtë për këto persona, dhe eksaktësisht për këto fëmijë. E pra, siç po e shoh, dhurimi është një proces edhe psikologjik, por edhe një proces ndjesor e njerëzor, i cili në rastin tuaj ju shërben ende më shumë dhe i bashkangjitet edhe profesionit tuaj të arshëm. Çdo njeri duhet të ketë këtë ndjesi, por kur ju ja atashoni pikrisht atij formimi që ju po merrni çdo ditë në fakultet, është diçka që e shumë fishon formimin tuaj, apo jo? Pse pikërisht ju drejtuat kësaj kategorie ose kategorisë moshore më të vogël? Sepse me sa di unë, edhe një vit më parë e keni zbatu këtë nismë, por keni dhuruar libra, si vjet e keni përcaktuar nevojat bazike, që do të thotë ushqime, sigurisht që rrobat, sepse jo të gjitha kanë mundësinë të kontribuojnë ose të japin atë çfarë është e nevojshme. Sigurisht që më tepër jena mundu me dhënë jo vetëm vlerën materiale, por atë shpirtërore. Sigurisht që fëmijët kanë nevojë edhe për gjëra materiale, po ajo që kanë nevojë është më tepër ngrohtësia që ne duhet m'i ofru, jo vetëm në fund vit, por shpresoj që edhe gjatë gjithë vitit t'jenë pra shumë njerëz që bashkohen dhe si me nismen e universitetit tonë, gjithashtu edhe me nismat vetjake, familjare, që për këto fëmijë të shijojnë ose të ndjejnë pak atë ngrohtësinë që nuk mund ta kenë si çdo fëmijë tjetër. Sigurisht që mosha deri në 5 vjeç është një moshë shumë delikate dhe nevoja e tyre është shumë e madhe për me pas prindin afër, por duke qenë se nuk e kanë të mundur, le ta bëjmë ne të mundur pak, sadopak. Edhe pse nisma jonë faktikisht ishte në lidhje me iniciativën që të mbledhnim disa gjëra bazike për këto fëmijë, por pavarësisht edhe të mbledhet gjithë Shqipëria, atyre fëmijëve nuk një lojë, një lodër, një veshje, një libër nuk arrin t'ja plotësoj si duhet atë ngrohtësinë e familjes, ato fjalët e bukura, ato përqafimet, ato ngrohtësinë ose atmosferën e fundvitit. Dhe ato fëmijë për post këtyre gjërave bazike që ne po i ofrojmë, ato kanë nevojë për dashuri, për përqafime, për fjalë të ngrohta dhe ta ndjejnë si duhet këtë atmosferë dhe këtë fundvit që na bën gjithëve bashkë. Kështu që ju po mundoheni pak të jepni një ndihmës sado për mas të ketë ajo, por ndërkohë që ndërtoni edhe ju në shpirtin tuaj, apo jo? Patjetër, sigurisht. Kjo është një përvojë që neve na mëson, edhe sigurisht që nga praktikat që ne marrim edhe nga universiteti, nga fakulteti jon, kjo është një nga praktikat më të bukura, sepse e prekim vetë dhe kur e prek vetë është një ndihmës më e madhe. Është shumë e rëndësishme të dhurosh. Institucioni i dhurimit është i nevojshëm për njeriu. Ai duhet të gëzoj më shumë atë që e dhuron se sa ndoshta atë që e merr këtë dhuratë. Prandaj në këtë
prizëm kjo ndikon absolutisht tek formimi i çdo njeriu. Keni organizuar dje një seancë durimi, edhe keni vënë orarin nga ora 9 deri në orën 14. Çfarë tregoj pikërisht dita e djeshme? Si ishte organizuar? Si vitin e kaluar. Kemi edhe insertin regjia po ashtu të njoftimit, po. Si vitin e kaluar, po ashtu edhe këtë vit, duke lidhur më tepër për lidhje me idenë e krijimit të këtij akti human, akti vullnetar të dhurimit të librave të shpirja e fëmijës, që buron nga drejta familjare, sepse është lënë që e bëjmë në vit të 4, po unë e Sara jemi brez që vjet kemi qenë në vit të 4 dhe nga aty le të themi jemi të parët që kemi qenë afër kësaj dhe normale që ndjesit janë të veçanta në momentin që e shikon në praktik, por edhe merr, siç e thatë edhe ju gjatë prezantimit, ndjenjen njerëzore dhe humane që ti po bën një akt sa do të vogël, është shumë human dhe bën diferencën tek sidomos tek fëmijët e vegjël të moshës 0 deri në 5 vjeç. Dhe e parë në këtë këndvështrim, organizimi kemi organizuar në 2 ditë për faktin se duke lënë një hapësirë ditore për të dhuruar gjithë ato që kanë pasur mundësi, qoftë student apo edhe pedagog, dhe pastaj sot do bëhet një organizim sërish me grup mes studentëve dhe pedagogëve, të cilët do të shkojmë tek shtëpia e fëmijës dhe të bëjnë durimin. Unë kam komunikuar me profesoreshën tuaj Eugena, të cilën e përshëndes, dhe që besoj është edhe krahas të tjerë pedagogëve, si u përfshin ata, çfarë dhuruan në seancën e dhurimit dhe çfarë shembuj keni që ndoshta ju kanë mbetur në mendje. Them drejtën, Fakulteti i Drejtësisë gjithmonë është munduar, domethënë, të zgjirojë misionin e tij përveç atyre misioneve që janë të mësimdhënies, pra në pjesën akademike, pra për të shkuar edhe në një aspekt më lart, siç janë këto aktivitete vullnetare humane që është qoftë këtu tek shtëpia e fëmijës, por edhe të tjera që kemi marrë, dhe për këtë duhen falendëruar edhe pedagogët që edhe për iniciativat, edhe për idetë, por edhe mbështetjen që u japin studentëve, për atë që transmetojnë tek studentët mbi rolin që secili individ ka në shoqëri, dhe pikërisht tek shtëpia e fëmijës, duke dhuruar nga përvoja e vjeçme janë dhuruar kryesisht libra, pra kuptohet për moshën e fjalë, dhe këto bëjnë diferencën, sepse çdo fëmijë, çdo qenie njerëzore ka shpresat e veta, ka dëshirat e veta, ëndrat e veta, dhe pikërisht neve duhet t'i mbrojmë ato, duhet të bëjmë të mundur realizimin e tyre, dhe po ashtu ky realizim pra bëhet në këtë formë, sepse është me shumë rëndësi që duke u dhuruar këto libra, shohim që ato kanë mundësi të zhvillojnë aspekte të menduarit, aspekte gjysore, aspekte të kuptuarit, aspekte krijuese, pra që janë disa forma edhe për të zhvilluar dhe kuptuar jetën, pavarësisht moshës, pra për të ushqime, veshje, lodra, po, të gjitha kategoritë, qoftë libra, qoftë lodra, qoftë ushqime, po. Sigurisht që pedagogët kanë qenë partë cilët kanë dhuruar, duke marrë parasysh se ne i shohim ata si pikë referimit, sigurisht që ata na drejtojnë në një mënyrë shumë mirë, që edhe ne me kontribu dhe me dhënë sa më të mirën tonë. Nga njëherë të dhurosh edhe një lodër të cilën fëmia i X pedagogu a pedagoge ka një kujtim të hershëm, është vërtet të dhurosh një
një copës dashurie, apo jo? Ose edhe të shkosh në dyqan për të bler diçka, përsëri është një përkujdesje veçantë. Apo jo? Patjetër që po, sigurisht që sado e vogël tjetë ajo gjëra që ne dhurojmë, sidomos librat, sepse për ne libri është fillimi që çdo fëmijë duhet i lexojë dhe fillon edhe formohet me anë tyre. Sigurisht që gjëja më vogël që ne dhurojmë është një pjesë e jona, një copë e jona që vendosim t'ja japim një fëmije. Siç e thotë edhe Sara, kjo përfshin mbështetje, përfshin pa diskutim përkujdesje, përfshin pa diskutim edhe ngrohtësi dhe dashuri që ne e transmetojmë duke marrë iniciativa të tilla. Kjo do të thotë që në ditën e dytë ju do të organizoni jo thjesht një seancë durimi duke i dhuruar në një mënyrë formale. Përkundrazi, mund të realizoni një fest, mund të qëndroni pak më gjatë dhe të njihni apo jo si keni menduar? Po, ne kena organizuar sot në orën 10 të shkojmë tek shtëpia fëmijëve 0 deri në 5 vjeç me një grup studentash. Por sigurisht dhe pse kjo iniciativë dhe kjo aktivitet është bërë i mundur nga Fakulteti i Drejtësisë, thirrja ka qenë e hapur ndaj çdo qytetari, ndaj çdo studenti që është i Fakultetit Drejtësisë që të bëhet pjesë me ne. Dhe ne kemi vendosur të bëhemi dhe t'i kushtojmë pak dashuri dhe ngrohtësi këtyre fëmijëve dhe t'i lëmë të kuptojmë që ato janë mes nesh, ato janë të dashur dhe ato nuk janë ndryshë nga ne. Si do të realizoni këtë? Do të me muzikë, me një me lojra, me festive, Po, atmosferë festive e rastit, do të thonë do të bëjmë aty tek në momentin e dhurimit tek shtëpia e fëmijës. Patjetër do jemi më afër, komunikojmë dhe do shohim praktikisht edhe nevojat e tyre, se t'jemi realist përtej atyre që ndoshta promovohen qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel vendor. Besoj se gjithë bijmë dakord që ka nevojë për përmirësime dhe pa diskutim që ka nevojë, asgjë nuk është perfekte, le të themi, dhe pa diskutim që ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për gjëra ndryshe që ndoshta ato nuk i kanë në dispozicion, dhe do të jetë atmosferë festive e bukur, duke qenë se edhe fundviti. Kështu që për këtë arsye është edhe momenti i zgjedhur, domethënë në fund dhjetorit festat. Ato fëmijë edhe për vetë nga mosha, besoj që atyre i mungon më shumë koha. Dhe çdo kush gjej rastin këtu dhe të ndërgjegjësoj shumë të rinj, që nëse ne duam që të kemi një të ardhme ndryshe, atëherë ajo e ardhmje përcaktohet në zgjedhjet që bëjmë sot. Domethënë një kohë e kushtuar atyre fëmijëve është thjesht një plotësim shpirtëror i joni fillimisht, dhe normalisht një ndjesi e ngrohtë që jepet atyre fëmijëve që fatkeqësisht i mungon. Sa rëndësishme është që pikërisht ky shembull i fund vitit të shpërndahet edhe në ndonjë periudhë tjetër të tij, duke e mbajtur, si thuash, në vëzhgim, në mbrojtje, në përkujdesje, pikërisht këtë institucion të cilin ju i jeni drejtuar, dhe të mos jetë thjesht një ditë në vit ku ata presin të hapet dera dhe të hyjnë disa djemë dhe vajza simpatik, të buzëqeshur që i përgdhelin, i përqafojnë dhe pastaj që largohen dhe i presin të vinë vitin e ardhshëm. Sa rëndësishme është që të mbahet një lloj lidhje në një kohë të caktuar, duke e shpërndar këtë vështrim edhe në ditët e tjera të vitit. Shumë rëndësishme sepse ato këtë nevojë kanë në çdo vit, çdo muaj, çdo stin. Por këtë muaj, sidomos kur është kjo atmosfera festive, kur të gjithë lidhen afër familjeve ose personave që ato duan, normalisht ato ndihen pak të vetmuar, sepse nuk e kanë atë ngrohtësinë ose ato dhuratat në pemë që çdo fëmijë ishe mëngjesin e Krishtlindjeve për shembull, dhe ato
më shumë se kur kanë nevojë këtë muaj që t'i gjendemi afër me dhurata, me fjalë, me përqafime dhe me kohë. Nuk po ndalem vetëm tek gjërat materiale sepse ato kanë nevojë shumë për gjëra shpirtërore dhe kanë nevojë për kohë. Patjetër që edhe nga nisma fakultetit drejtësisë shpresoj që të marrin edhe nisma të tjera fakultetet e tjera në kohë të tjera, kështu që fëmijët të mos mbesin duke pritur vetëm fundvitin, por që të presin edhe ditë të tjera dhe në sezone të ndryshme. Se jo. Ka mjaft ditë të shënume për gjatë vitit, ku secili mund të ketë qasjen e vet njerëzore në radhë të parë. Është një periudhë që shumë institucione, shumë organizata i drejtohen pikërisht shtresave në nevojë. Ç'më mendoni për këtë hapësirë që ka marrë vitet e fundit edhe më tepër, pikërisht ky raport për kujdesi ose ndihmë? Është diçka shumë e mirë që domethënë përtej asaj që bën ato duhet vazhdohet të bën ato më tepër, sepse këto akte jo vetëm që i shërbejnë kategorive të caktuara për cilat janë objekt të dhurimit ose objekt të aktit, por që njëkohësisht shërbejnë edhe për shoqërinë, për më tepër edhe nxisin shoqërinë që të përfshihet në aktivitete të tilla dhe të bëjë aq sa është e mundur. Konkretisht për shembull siç e bëjmë neve tek kemi bërë neve dhe e mira është që do bëjmë praktika jonë do vazhdoj të ndiqet edhe vitet e ardhshme, pra ka lindur vjet, por që do vazhdoj të ndiqet edhe vitet e ardhshme dhe kjo është e mira sepse edhe shoqëria ndërgjegjësohet për të kuptuar edhe rolin e vet që ka tek edhe ndikimin që është aftë ofroj, sidomos te këto kategoritë e veçanta, nëse mund t'i quajmë, siç mund të jenë fëmijët, mund të jenë personat me aftësi ndryshe, edhe kategoritë të tjera që janë realisht në nevojë për të qenë, le të themi, për të qenë më shumë në vëmendje nga e gjithë shoqëria, qoftë nga studentët, por nga shoqëria civile, nga pushteti lokal qendror, nga të gjithë. Sigurisht që fakulteti jonë nuk është ndalë vetëm tek shtëpia fëmijëve, para një javë ti kemi kushtuar dhe një ditë shtëpisë së moshuarve për drejtat e tyre. Sigurisht një pjesë e studentëve bashkërisht me një pjesë pedagogëve kanë shkuar atje dhe i kanë kushtuar një ditë shumë bukur të moshuarve dhe besoj se këto kategoritë, sidomos shtëpia fëmijës dhe shtëpia të moshuarve kanë më shumë nevojë, jo vetëm nga gjërat materiale, por sigurisht nga gjërat shpirtërore dhe koha, siç e tha dhe Klea, koha është shumë e vyer për ata persona dhe shumë e nevojshme. Është një vëmendje e veçantë. Duke qenë se në auditoret tona vetëm mësojmë për drejtësi dhe barazi, normalisht nuk do rrinim indiferent dhe neglizhent ndaj këtyre rasteve që kanë nevojë për ne dhe kanë nevojë për zërin ton. Natyrisht ju e keni një mesazh për ata që po na ndjekin, për njerëzit që janë njerëz të thjeshtë po me dashuri të madhe dhe që her pas here i vizitojnë, ose të tjerë që mendojnë të dhurojnë diçka dhe ndoshta për momentin nuk janë orientuar drejt një destinacioni. Krahas urimit për vitin e ri, natyrisht, çfarë do thoni në këto mesazhe? Mesazhi jonë është që duke dhuruar çfarë do që është e mundur për secilin, ndikon tek sidomos tek fëmijët, sepse fëmijët janë e ardhmja e shoqërisë dhe gjithë secili nga ne duhet të kujdeset për të bërë të mundur që ato të jenë të lumtur, të gëzojnë jetën siç e gëzojnë shtresat e tjera, pra mos të jenë të diferencuara dhe në këtë këndvështrim, në këtë aspekt është më rëndësishme që gjithë shoqëria
marrë ato iniciativat e duhura për të kontribuar për të bërë të mundur le të themi lumturinë e fëmijëve, për të bërë të mundur zhvillimin e shumë aspekteve të fëmijëve, sepse akti i dhurimit nuk lidhet vetëm me një moment gëzimi që mund të jetë atë ditën e dhurimit. Po ai shkon shumë më shumë përtej, zgjeron horizontet e fëmijëve dhe duke i vlerësuar të gjitha këto rrethana, të gjitha këto kushte, është më rëndësishme të kuptohet se edhe ndjenja që qoftë të krijon tek brendësia shpirtërore e personit që dhuron, por edhe tek lumturia që i krijon të fëmijëve konkretisht. Duke qenë se ritmi i jetës na merr përpara si ne dhe çdo kënd tjetër, ne largohemi pa dëshirë nga disa realitetet të disa të vegjelve që nuk e kanë atë mburojnë ose sigurinë ose ngrohtësinë e familjes, që ne pavarësisht se ne kalojmë gjithë kohën në punë ose në shkollë ose çdo kënd tjetër, e dim që në momentin që ne hym në shtëpi, atje është një atmosferë qetë, e paqtë dhe gjithë shpirti ynë bjen në qetësi, por disa nuk e kanë në rastin ta kenë këtë. Dhe unë i bëj thirrje çdo kujt që në jetë nuk ose në këtë rast nuk mjafton të jesh i ngritur në karrierë ose në jetë për të bërë një të mirë ose ti kushtosh të paktën 1 orë këtyre të vegjelve, sepse 1 orë që ti kushton nga jeta jote dikujt që ka nevojë për ty, ai të mban mend dhe ai emocion dhe ajo dashuri që ti jep ndoshta shërben si bekim për ty. Bekim i sinqert. Është mundësia që të dikush të ketë një mik apo një mikesh të vogël, vetëm pak vitesh, edhe që kjo miqësi të rritet me moshën dhe të mbetet ashtu siç ju thatë, e gjallë, ndërtuese edhe gjithmonë e bekuar, apo jo. Gëzuar pra, gëzuar, sot do të shpërndani shumë urime, gëzuar festat, do këndoni, megjithse përgatiteni të bëheni jurist, patjetër që do t'jeni si të rinj afër artit, afër muzikës, afër urimeve dhe lojrave, patjetër, apo jo. Unë uroj që dita e sotme të sjellë shumë lumturi tek të vegjëlit dhe natyrisht të përmbush me plot drita këtë mundësi që ju jepet nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Luigi Gurakuqi. Urime, mbarësi, gëzime edhe ecuri të shkëlqyera për të gjithë. Faleminderit.